Pas lagjmit të rënd për humbjen e vëllait të Gjestit, shumë miq dhe të afër mu tronditën. Mes tyre ishte edhe Egli, e cila e kishte njohur Gjestin prej kohësh. Ajo vendosi të shkonte për ta vizituar së bashku me nënën, një grua e qetë dhe e thjesht, e cila gjithmonë ka ditur të përqafojë njerëzit në momentet më të vështira. Në këtë raste, fjalët janë të pakta, por prania ka peshë tjetër. Kur Egli dhe ëma hynë në shtëpi, atmosfera ishte e rëndë por e qetë. Nëna e Gjestit u ngrit ngadalë dhe u përqafua me maman e Eglit, një përqafim i gjatë, i heshtur por plot ndjenjë. Ishte një takim i dy nënave që e kuptonin njëra tjetrën pa pasur nevojë të flisnin. Dhimbja e nënës që ka humbur fëmijën është e papërshkrueshme dhe vetëm një zemër nën mund ta ndjejë me tërë peshën e saj. Egli u ul pranë Gjestit, të dy me kokat e ulura, pa shikim, pa shpjegime. Mes tyre kishte kujtime, ditë që nuk kthehen, dhe një boshllëk që nuk mbushet. Egli vendosi dorën në shpatullën e Gjestit, një gest i thjesht, por që thoshte shumë, jam këtu, nuk je vetëm. Në ato pak minuta, heshtja foli më shumë se çdo fjalë. Nëna e Eglit vazhdoi të qëndronte pranë nënës së Gjestit, duke i mbajtur duart dhe duke folur pak, ngadalë, me zë të butë. Ajo nuk tentoi t'i thoshte fjalë që ngushëllojnë, sepse e dinte që nuk ekzistojnë fjalë që shërojnë një plagë të tillë. Ajo thjesht ishte aty, me zemër, me shpirt, me mirësi. Dhe kjo ishte gjithçka që nevojitej. Kjo vizit nuk ishte thjesht një detyrim, as një formalitet, ishte gest njerëzor, i thjesht, por i madh. Në kohë dhimbjeje, njeriu ka nevojë për krah, për pranësi, për zemër. Egli dhe ëma e tij sollën pikërisht këtë, një moment të vogël dritë në mes të një dite të rëndë, sepse dhimbja nuk largohet, por ndahet, dhe kur ndahet, bëhet pak më e durueshme.